Një vit pas humbjes së dhimbshme të vogëlushit të tyre 3 vjeçar, familja Asmegaj nga Vaudejës ka zgjedhur ta kujtojë atë përmes një veprimi human dhe plot solidaritet. Në kujtim të tij, familjarët organizuan në Shkodër një iftar humanitar me moton "Dora që jep mbushet me bereqet", ku morën pjesë miq të afërm dhe qytetarë të shumt. Të pranishmit kontribuan përmes kuponëve simbolik, ndërsa të ardhurat e mbledhura do të shkojnë për të ndihmuar familjet në nevojë, duke kthyer këtë aktivitet në një akt mirësie dhe mbështetje për ata që kanë më shumë nevojë. Kam sot nderin këtu të jemi ftuar nga dy njerëz, shpirtrat dhe zemrat e cilëve na kanë mësuar dhe na kanë edukuar ne të tjerëve se si jo vetëm ta përballojmë sprovën, por dhe të dimë që sprovat t'i shndrojmë në forcë për të ecur përpara. Dhe këta shpirtra të bukur sot, ky çift i mrekullueshëm që lut Allahun t'i ruaj, dhe t'u ndriçoj fytyrat në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër, na kanë nderuar gjithë neve me këtë organizim që shpresojmë tek Allahu që gjithë secili për jush të shpërblehet për përpjekjen e tij. Po ashtu në këtë aktivitet foli edhe Luna Met Hasani, mike e nënës së vogëlushit, e cila shpreu mbështetjen dhe vlerësimin për këtë gest të bukur në kujtim të fëmijës. Faleminderit që bëheni bashkë për një mision shumë të veçantë, sonte në Shkodrën Bujare. Fal iniciativës së Imeldës, shoqes time, mikes tuaj dhe mikes së gjithë neve, por edhe me dëshirën të gjithë juve që keni udhëtuar për të qenë së bashku, sonte mendoj që do të mbushim zemrat. Do të mbushim zemrat edhe do të mbjellim besim tek familjet që kanë më së shumti nevojë për ne. Sloganin kemi vendosur ta quajmë "Dora që jep, mbushet me bereqet", sepse vërtet në Islam bamirësia është një ndër veprat më të mira tek Zoti. Iftari humanitar u kthye në një mbrëmje solidariteti dhe bashkimi, ku të gjithë të pranishmit kontribuan në këtë nisëm. Me mesazhin "Dora që jep mbushet me bereqet", familja Asmegaj dha një shembull të fortë humanizmi, duke kthyer dhimbjen në ndihmë për të tjerët.